Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Në shkruhet memorandumi ushtarak tripalësh ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, përmes tij synohet të forcohet aftësia mbrojtëse e tre vendeve. Në këtë kushte parashikohet rritje e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe të përmirësohet ndërveprimi ushtarak përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta kundër veprimit ndërmjet kërcënimeve hibride dhe forcimi i qëndrueshmërisë strategjike, ofrimi mbështetjes së plotë për eurointegrimin euroatlantik dhe atë të mbrojtjes rajonale. Në konferencën e përbashkët për shtyp, ministri i mbrojtjes i Kosovës, Eyüp Maqedonsi, theksoi se marrëveshja synon finalizimin e përpjekjes niveçare që çojë në prodhimin një deklarate tripalçe e që jap rrugë bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Mirë po, gjithashtu është një mesazh për gjithë ata që guxojnë të kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në ballkonin perëndimor, por edhe sigurinë e vendeve tona, që tri vendet tona të cilat ndajnë vlera të përbashkëta dhe interesa të përbashkëta janë të bashkuara për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e regionit. Deklaroi Maqedonsi. Marrëveshja u firmos në Tiranë nga ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu, ai i Kroacisë Ivan Anushi dhe homologu i Kosovës Eyüp Maqedonsi. Deklarata përkthen në fakt jo vetëm një vullnet politik, por gjithashtu disa prioritete që ne ndajmë së bashku. Kryesisht ka të bëjnë me rëndësinë që tre vendet tona japin ripërtëritjes, ringritjes së industrisë ushtarake dhe nevojën që në këtë shtyllë të sigurisë kombëtare të vendeve tona ne të bashkunojmë edhe më thellë dhe më gjerës. Kemi marrë vendimin që të kemi një bashkëpunim ndërmjet të tre shteteve, një bashkëpunim i cili do të bazohet sidomos tek bashkëpunimi i dhënies ndihmës tek pjesa e zhvillimit të industrisë së mbrojtjes, ndryshimit të përmbushjes të gjithë marrëveshjeve të cilat kemi përmosur deri tani dhe i kemi pasur në nivel shumë të lartë. Ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Piro Vengu dha më tepër detaje rreth marrëveshjes së nënshkruar në sektorin e mbrojtjes mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Vengu tha se ka pasur përpjekje në zonën kufitare të Kosovës për të krijuar situata destabilizimi dhe situata që kërcënojnë rendin dhe sigurinë. Sipas tij ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe vigjilentë që t'i parandalojmë këtë situata. Vlerësimet tona nga pikpamja e kërcënimeve të sigurisë janë të artikuluara disa herë. Ne kemi vlerësuar që një vend si Kosova, sidomos vitet e fundit, ka qenë ekspozuar ndaj aktiviteteve terroriste, aktiviteteve destabilizuese dhe aktivitete që synojnë përmes ndërprerjes së infrastrukturës saj kritike që të krijojnë situata destabilizimi. I kemi evidentuar këto kërcënime, i kemi evidentuar këto fakte, i kemi dënuar këto fakte edhe në tryezat e NATO. Gjithashtu kemi kërkuar që qeveria e Kosovës të rakordojë të gjitha veprimet e saj me KFOR-in, tha Vengu në intervistë televizive. Një mesazh për stabilitetin dhe paqen në rajone komentoi ministri i mbrojtjes Kosovës marrëveshjen trepalçe në fushën e mbrojtjes të nënshkruar me Shqipërinë dhe Kroacinë më 18 mars. Për Eyüp Maqedonsi, kjo marrëveshje nuk ka për synim të kërcënojë asnjë shtet. Ministri theksoi dhe rolin e Shqipërisë dhe Kroacisë në mbështetjen e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike. Ai gjithashtu foli për ndikimin e luftës Rusi-Ukrainë duke theksuar se ka ndryshuar tërësisht ambientin global të sigurisë dhe aspekti mosprekjes së kufive është në rrezik. Hapi jashtëzakonisht të rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajon, në këtë mënyrë komentoi kryeministri Albin Kurti marrëveshjen e firmosur mes qeverisë së Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për të koordinuar veprimet ushtarake në fushën e mbrojtjes. Marrëveshja u nënshkrua një ditë më parë në Tiranë mes tre ministrave të mbrojtjes. Pakti Tiranë-Prishtinë-Zagreb është konsideruar si provokim nga Beogradi zyrtar. Përmes rrjeteve sociale, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë thotë se dërgoi një kërkesë urgjente ministrive të punëve të jashtme të Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Shqipërisë për një shpjegim të detajuar në lidhje me nënshkrimin e memorandumit trepalësh për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes. Në reagim thuhet se kjo ministri e quan Serbinë si garantues të paqes dhe neutralitetit ushtarak në Ballkan dhe kërkon përgjigje për natyrën dhe qëllimet e këtij bashkëpunimi të sigurisë. Është veçanërisht shqetësues fakti që kjo aleancë ushtarake po krijohet pa konsultim me Beogradin, që paraqet kërcënim për sigurinë për popullin serb dhe mbar rajonin, thuhet në reagimin zyrtar të Serbisë. Serbia paralajmëron përfshirjen edhe të Bullgarisë në aleancën ushtarake ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Kryeministri serb në largim Miloš Vučević sugjeroi se një veprim i tillë do të përbënte rreziqe të mëtejshme për Serbinë. Ai vuri në dukje se vendet e përfshira, Kroacia, Shqipëria dhe Bullgaria, janë të gjitha fshinjet e Serbisë dhe ai vuri në pikpyetje synimet e vërteta pas kësaj marrëveshje të re ushtarake.
Sipas tij, aleanca mund të destabilizojë rajonin, veçanërisht me zgjerimin e saj të mundshëm për të përfshirë Bullgarinë. Kroacia i kundërpërgjigje Serbisë për marrëveshjen me Tiranën dhe Prishtinën. Kryeministri Andrej Plenković tha se Kroacia nuk ka nevojë ta pyesë askënd rreth kësaj, as Serbinë dhe as NATO-n. On nije nikakvoga neprijateljskoga karaktera, tako da ja razumijem da se treba sad tražiti probleme negdje dalje, ali u ovom tekstu ih nema i Hrvatska i ove dvije zemlje su to donijele na temelju svojih odluka i svojih procjena i zato ne trebaju nikoga pitati, ni Srbiju, a ni NATO. Reagimi erdhi pas komenteve të fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić se 3 vendet që firmosën deklaratën të martën në Tiranë shkelen marrëveshjen e vitit 1996 dhe hapën një garë armatimesh. Shpresoj se dikush do të marrë 5 minuta për të lexuar tekstin e marrëveshjes ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, tha Plenković, duke shtuar se këto janë marrëveshje të përbashkëta. Ne ishim në gjendje të krijonim një dokument që ndihmon përpjekjet për reforma. Ai nuk është i një natyre armiqësore. Unë e kuptoj që duhet kërkuar një armik më tej, por kjo nuk është e natyrës armiqësore, tha kryeministri kroat Plenković. Pjesëtar italian, bullgar dhe maqedonas të batalionit kinetik të komandës rajonale perëndim të misionit të KFOR-it filluan trajnimin e përdorimin e helikopterit në veprimtarinë antitrazira. Përmes tij synohet përmirësimi i procedurave të hipjes dhe uljes nga helikopter, ndërsa personeli mbante pajisje crowd dhe route control. KFOR-i vazhdon të zbatojë mandatin e tij bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt për gjithë njerëzit të komunitetit që jetojnë në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në çdo kohë. KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë në rolet përkatëse. Si reagues të sigurisë duhet një njoftim zyrtar të lëshuar në rrjetin social Facebook. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu inspektuan bazën aerore të Koçovës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, modernizimi i forcave aerore përfshirë dhe flotën e dronëve luftarak, të cilët tashmë shërbejnë dhe për misione civile, mbetet një prioritet kyç për sigurinë kombëtare. Ministri Vengu i njohu kreun e qeverisë dhe meritjen e shkallës së teknologjisë ushtarake dhe blerjeve të reja që i shërbejnë forcave të armatosura. Qëndremi në zonën e fortifikuar të depove të municionit, armatimit, raketave dhe bombave drejtuese të aviacionit, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bombat drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz, në zbatime dhe të marrëveshjes me aleatin turk, nën koloneli Buçka, nën koloneli drejton dhe skuadriljen e dronëve. Kryeministri inspektoi dhe dhoma strategjike dhe operacionale të bazës, ku informua për taktika dhe cilësinë e pajisjes bashkëore, si kamerat termale, dronët dhe distanca e filmimit të tyre deri në 40 km. Shqipëria ka filluar përgatitjet për ngritjen e bazave prodhuese të armatimit në vend. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, Edi Rama sqaroi se pjesë e industrisë do të jenë si makineritë ashtu dhe armatime dhe dron. Po punojmë dhe po ndërtojmë partneritete për të hedhur bazat e industrie të re ushtarake, sepse kjo është koha e sotme dhe brenda mandatit 4 ne do të kemi bazë prodhuese në Shqipëri. Kemi filluar punën dhe do të kemi një bazë prodhuese në Shqipëri për automjete ushtarake, për armatime, për dronë, do ta kemi bazën prodhuese në Shqipëri. Merret Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu në intervistë televizive tha se janë 21 kompani të huaja që kanë shpërur interes për të bashkëpunuar në industrinë e armatimit dhe me 5 prej tyre po negociohet. Turqia është e vendosur të ratifikojë marrëveshjet e kornizës ushtarake të nënshkruara me Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Marrëveshjet e nënshkruara në vitin 2024 pritet të kalojnë përmes një procedure të përshpejtuar për të futur në agjendën e parlamentit turk. Përmes marrëveshjeve, Turqia dhe partnerët e saj do të bashkëpunojnë në një gamë të gjerë fushash ushtarake dhe mbrojtëse, përfshirë trajnim dhe arsimim, ushtrimet përbashkëta, bashkëpunim në industrinë e mbrojtjes, ndarjen e informacionit të inteligjencës, mbështetje logjistike, shërbime mjekësore, mbrojtje nga sulmet kibernetike, misione paqëruese dhe kundërminim të minave dhe pajisjeve shpërthyese të improvisuara. Marrëveshjet gjithashtu lehtësojnë shkëmbimin e personelit, kërkimin e përbashkët në shkencë dhe teknologjinë ushtarake dhe bashkëpunimin operativ në misionet e ndihmës humanitare në ndihmën pas katastrofave. Sociale. Shqipëria dhe Kosova miratojnë nivelin e 3 të tekstit mësimor për diasporën, gjua shqipe dhe kultura shqiptare. Ministri i Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë Ogerta Manastiliu dhe Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Kosovës Arberie Nagavsi nënshkruan marrëveshje që synon të përfshijë grup moshat e klasave nga 7 deri te 9.
Ky javë vijon punën e nisur miratimin e 2 niveleve të para të këtij teksti për grup moshat e klasave, nga klasa parë deri në klasën e 3 dhe nga klasa 4 deri në klasën e 6, duke konsoliduar më tej mësimin e gjuhës shqipe në diaspor. Kështu duke përmbyllur ciklin e arsimit fillor me abetaren dhe më tej edhe të arsimit mesëm të ulët, pra deri klasat e 9-ta. Për ne ky është një tjetër hap drejt mësimit të standardizuar të gjuhës shqipe përmes këtyre teksteve të cilat janë të unifikuara, të standardizuara. Ndërsa Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës, Arbëria Nagavsi, e cilësoi bashkëpunimin mes dy ministrive vitet e fundit të jashtëzakonshëm. Pas finalizimit të abetares së përbashkët, tekst në të cilin mësojnë vogëlshëtan në të gjitha trojët shqiptare në Kosovë, në Shqipëri, në disa komuna të Maqedonisë së Veriut, disa shkolla, e po ashtu fëmijët tanë në Mirgat. Tashmë finalizuam edhe tekstin e tretë të gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, tekste me të cilat do të mësojnë fëmijët tanë gjithandej në Mirgat, nga klasa e parë deri në klasën e 9, duke kompletuar kështu gjithë nivelet e kurikulës për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Një tjetër ngjarje me rëndësi mes dy ministrive është Olimpiada e përbashkët Gjuha Shqipe, e cila përfshin nxënësit e klasave të 9-ta të Shqipërisë dhe Kosovës. Së bashku me Kosovë, me ministrën Arbërie Nagavcin dhe gjithashtu ekipin e saj dhe ekipin e Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë, ne kemi marrë një vendim përpara kohës për të bërë për herë të parë Olimpiadën e përbashkët të gjuhës shqipe, Shqipëri-Kosovë. Bankat e nivelit të dytë në Shqipëri do të kenë gati për të kryer pagesa në zonën unike të pagesave Eurosepa në tetor 2025. Gjatë një forumi biznesi me dhomën amerikane, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gen Seiko tha se për gjatë vitit të parë të anëtarësimit aktorët ekonomik në vend do të kursejnë rreth 20 milionë euro si rezultati i uljes së komisioneve. Vlerësojmë se vetëm nga ulja e komisioneve, kryerja e transaksioneve nëpërmjet skemave SEPA do të kursejë agjendën ekonomik rreth 20 milionë euro në vitin e parë, pra që këtë vit. Këto përfitime do të jenë të prekshme pasi secili institucion financiar të aplikojë dhe të pranohet individualisht në skemat SEPA. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.